Pika e tretë është shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpërndësim për krimin e drejtës së servitutit për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit linja ajrore 110 kV parku me erë Zatriç. Ky projekt përbën një ndërhyrje me rëndësi të veçantë për zhvillimin e infrastrukturës energjetike të qëndrueshme të vendit, duke garantuar furnizim të sigurt dhe afatgjat me energji elektrike nga burime të ripërtrishme. Krijimi i servitutit dhe shpërndësimi i pronave të domosdoshme forcojnë stabilitetin e sistemit elektroenergjetik dhe japin kontribut të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit në përputhje të plot me objektiva dhe strategjitë kombëtare për tranzicionin drejt energjisë gjelbër. Ftoj ushtruesin e detyrës së ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar zanës kryeministra, ministra, zanës ministra. Departamenti i shpërndësimit pas miratimit të vendimit numër 08/269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimeve publike, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin për shpërndësim të pronës së palojshme dhe i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpërndësimit për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit linja ajrore 110 kV parku me erë Zatriç 1 dhe 2, zona kadastrale Ravec, Zatriç dhe Drenoc, komuna Ravecit. Investimi nga kompania Eve Wind Park SHPK sipas tabelave bashkëngjitur këtij vendimi. Prandaj ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i propozimit preliminar për shpërndësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore të ndërmarrë shoqërore industria e mobileve për parimi dhe atyre private për nevojat institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës. Me miratimin e këtij vendimi, Qeveria e Republikës Kosovës konfirmon ligjshmërinë dhe bazën e plot juridike për vijimin e shqyrtimit procesit të shpërndësimit për interes publik me qëllim të përmbushjes së nevojave funksionale dhe zhvillimit të institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës në zonën katastrale Prishtinë, komuna e Prishtinës. Ky proces krijon parakushte domosdoshme për sigurimin e hapësirës dhe burimeve strategjike për funksionim efikas dhe zhvillim afatgjat të institucioneve të shtetit tonë. Ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës së ministrit zotëri Hysen Durmishin që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Departamenti i shpërndësimit pas vendimit të parë të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet e përcaktuara me ligjin e shpërndësimit të pronës së palojshme dhe propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpërndësimit për interes publik të pronave të palojshme shoqërore të ndërmarrjes shoqërore industria e mobileve për parimi dhe atyre private për nevojat të institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës, zona kadastrale Prishtinë, komuna e Prishtinës. Ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpërndësim për interes publik të pronave të palojshme, të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i kyshjes së Vitis në autoudhën Arben Gjaferi, Prishtinë, Hani e Lezit. Realizimi i këtij vendimi ka rëndësi të posaçme pasi mundson zhvillimin e një nyje të rëndësishme që lidh autoudhën Prishtinë, Hani e Lezit, Arben Gjaferi, duke përmirësuar ndërlidhjen e komunës së Vitis me rrjetin kryesor rrugor kombëtar. Ky projekt ndikon drejt për drejt në rritjen e sigurisë dhe rrjedhshmërisë trafikut, lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe mallrave, si dhe në nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe social të zonave përreth, duke i shërbyer interesit të gjerë publik. E ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës së ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin që ta merr fjalën.
Faleminderit Kryeministër. Me datë 7/10/2025 kemi marrë vendimin e parë dhe pas mbajtjes së dëgjimit publik, tani sjellim para qeverisë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i kyçjes së vitis në autoudhën Prishtinë-Honi Erlezit, Arbër Xhaferi, zonat kadastrale Gërliz dhe Komogllav, komunë Ferizaj dhe zonat kadastrale Begrac, komuna e Kaçanikut, sipas tabelave të cilat i keni bashkangjitur këtij vendimi. Duke e ditur rëndësinë e këtij projekti dhe në mënyrë që të përfundoj sa më shpejt, ju ftoj që ta miratoni këtë vendim. Faleminderit. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozimit vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për interes publik të pronave të palojshme, të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i rrugës tranzit në Klin nga N9 deri në R104 Klin Gorakoc. Rëndësia e këtij vendimi qëndron në krijimin e kushteve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore kryesore të zonës, duke lehtësuar lëvizjen e qytetarëve dhe transportin e mallrave, përmirësuar sigurinë dhe efikasitetin e trafikut, se duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe social të komunës së Klinës dhe rajonit përreth. Edhe një herë ushtruesi i detyrës ministrit Hysén Durmishi. Faleminderit Kryeministër. Departamenti i Shpronësimit, pasi që konsideron se kërkesa për shpronësim për interes publik e komunës së Klinës është në pajtim me nenët 4, 7, 8, 44 dhe 45 të ligjit për shpronësimin e pronës së palojshme, i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i rrugës tranzit në Klin nga N9 deri në R104, Klin Gorakoc, zona kadastrale Klinavc, Dolc, Dresnik, komuna e Klinës, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Prandaj ju ftoj që ta meratoni. Faleminderit. A do të fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i propozimit vendimit për shqyrtimin e mëtejmë kërkesës për shpronësim për interes publik pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi i rrugës nacionale M25 Prishtinë-Podujev. Zgjerimi i kësaj rruge, pra M25 Prishtinë-Podujev, ka rëndësi të veçantë, pasi ajo përfaqëson një nga akset kryesore lidhëse ndërmjet kryeqytetit dhe rajonit të Llapit, si dhe një korridor të rëndësishëm për qarkullimin ditor të qytetarëve, transportin e mallrave dhe shërbimeve. E ftoj ushtruesin e detyrës së ministrit Hysén Durmishin që përsëri ta marrë fjalën. Faleminderit Kryeministër. Departamenti i Shpronësimit, pasi që konsideron se kërkesa për shpronësim për projektin zgjerimi i rrugës nacionale Prishtinë-Podujev është në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 4, 7, 8, 44 dhe 45 të ligjit për shpronësimin e pronës së palojshme, i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi i rrugës nacionale M25 Prishtinë-Podujev. Zonat kadastrale Bërnica e Epërme, Bardosh, Trud, Leban, Prugovc, Besi, Ranjshdol dhe Tenezhdol janë në komunën e Prishtinës dhe në zonat kadastrale Lupçi-Poshtën, Shakovic, Luzhan, Lug të komunës së Podujevës, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Duke marrë parasysh se jemi në përfundim të realizimit të këtij projekti, është shumë e rëndësishme që të kryhet procedura e shpronësimit në mënyrë që t'i përfundojmë pjesët e mbetura që kanë mbetur prej këtij projekti. Duke i ditur rëndësinë e këtij vendimi, ju ftoj të gjithëve që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit. A do të fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.